Të nderuar besimtar, jemi në prag të muajit Rexhep, që është një nga 4 muajt e shenjtë në Islam. Në të vërtetë që Allahu kur ka krijuar ditën që ka krijuar qiellin edhe tokën, thot numri i muajve është 12, thot Allahu Azza wa Jall. Arba'atun minha hurum. 4 prej këtyre muajve janë të shenjtë, thot Allahu Azza wa Jall. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, andaj mos i bëni padrejsi vetes tuaj në këto 4 muaj të shenjtë, duke i shkelur kufijtë e Allahut Azza wa Jall. Pa mëkati është i rëndë në çdo kohë që bëhet, sado i vogël të jetë, por shiko kontekstin që ti kujt nuk po i nënshtrohesh, po shkel kufijtë e të madhit Allah. Mos shiko që mëkati është i vogël, por ati që ti nuk po i bindesh, ai është më madhështori, që është Allahu Azza wa Jall. Dhe mëkatet që bëhen në muaj të shenjtë, padyshim që barra e tyre është në rënd. Njëkohësisht edhe punët marrin një vlerë, ashtu siç e di Allahu Azza wa Jall, në këto muaj të shenjtë merr një vlerë akoma më të madhe me lejen e Allahut Azza wa Jall. 4 muaj, thot profeti alayhi salam, njëri është i shkëputur dhe 3 janë të njëpasnjëshme. Siç është Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe Al-Muharram, janë 3 muaj njëkohësisht. Dhe kur e shpjegojnë dietarët për vetë faktin që një muaj para muajit Haxhit është muaji i Haxhit dhe një muaj pas Haxhit, që muslimanët në kohët e hershme të kishin mundësi që të shkonin një muaj para, të fillonin përgatitjet e udhëtimit për Haxhin, kishin leje të ishte muaj i shenjtë në kohën e Haxhit, njëkohësisht të kishin kohë edhe një muaj pas Haxhit, dhe kështu 3 muaj të shenjtë ata ishin të ruajtur nga shenjtëria që respektonin edhe jo muslimanët këto muaj të shenjtë, por duke bërë Allahu i bëri të shenjtë edhe në fenë e Allahut Azza wa Jall. Ajo që duhet të shërbej për ne si musliman, që ne ta kthejmë në reflektim në jetën tonë, pikërisht këto kohë. Kaloi thuajse 1 vit nga jeta jonë. Ne vetëm se jemi afruar largimit të përhershëm, kiametit të çdo njeriu, që është vdekja e gjithë secilit prej nesh. Selefët e mirë të parë e quanin muajin Rexhep si muajin e mbjelljes, dhe muajin që vjen pas muajit Rexhep, muajin Shaban, e quanin muajin e ujitjes, se atyre punëve që njeriu fillon të reflektojë dhe të nisë një ndryshim në jetën e tij, dhe muajin Shaban e kishin si muajin e ujitjes, e vaditjes së punëve të mira, dhe kur vinte muaji Ramazanit e kishin muajin e mirësive të mëdha, i korrjes së atyre ndryshimeve që njeriu kishte filluar të niste në jetën e tij. Pikërisht profeti alayhi salam na thot në një fjalë të tij: "Inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat. Fata'arradu laha la'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada." Thot Allahu me mëshirën e tij her pas here zgjedh disa momente që janë si thllade hyjnore për ju, thot profeti alayhi salam. Andaj kur vijnë këto momente, reflektoni që të shkoni pas këtyre thladeve hyjnore, i quan profeti alayhi salam, se ndoshta reflektimi juaj është aq i sinqertë, dhe ju e rregulloni raportin me Zotin tuaj dhe çdo raport tjetër, dhe pas këtij reflektimi, pas kësaj vetëllogërie që ju keni bërë, ndoshta nuk keni për të humbur asnjëherë, do të vazhdoni me atë ndryshim që keni nisur, dhe do të jetë edhe një pikë nisje e re në jetën tuaj, thot ky hadith të nderuar besimtar. Në një hadith, një transmetim, profeti alayhi salam është lutur në këtë formë: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. O Zot, na beko në muajt e Rexhep, muajt Shaban, dhe na mundëso që ne të arrim muajin e begat të Ramazanit. Jemi në periudhën e dimrit, ku profeti alayhi salam me ka quajtur dimrin si pranverë për besimtarin, sepse është zgjatur nata, thot profeti alayhi salam, dhe besimtari me reflektim çohet dhe fal namaz nate, dhe është shkurtuar dita dhe ai agjëron për hir të Allahut Azza wa Jall. Prandaj ditët e hëna dhe të njëjtë që është traditë e profetit alayhi salam janë pikërisht ditë që
janë të lehta për të agjëruar dhe nata jonë të kalojë me adhurim, me namaz nate, dhe kemi për të parë që do të ndryshojë çdo gjë për mirë në jetën tonë. Siç e tham edhe më herët, këto momente duhet ta bëjnë gjithsecili prej nesh që të reflektojë në mënyrën se si ai po jeton në jetën e kësaj bote të përkohshme. Më së pari, gjithsecili prej nesh duhet të rregullojë raportin ton me Allahun Azza wa Jall. Si e ka marrëdhënien time me namazin, me Kur'anin, me sadakan, me leximin e Kur'anit, me dhikrin, përmendjen e Zotit, me çdo punë të mirë. Pra më së pari të rregullosh detyrimet që ke përballë Allahut Azza wa Jall. Të shërbej kjo gjë si një vetë llogari, si një moment reflektimi që ti të heqësh dorë nga ajo jetë që ke jetuar deri tani, të pendohesh me sinqeritet dhe të kthehesh tek Allahu Azza wa Jall dhe të çosh në vend të gjitha detyrimet dhe të shmangesh me sa ke mundësi nga ato gjëra që Zoti i ka ndaluar për ne të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam thot, besimtar i zgjuar është ai që bën vetë llogari të her pas hershme në jetën e tij, në çdo punë, në çdo fjalë, në çdo vepër që ai bën, ai e kritikon veten e tij, pse e bëra këtë? Pse e thash këtë fjalë? Pse e hodha këtë hap? Vallë, a e bëra mirë këtë gjë ashtu siç e dëshiron Allahu Azza wa Jall? Të veprim, të fjalën pse e thash? A e thash për kënaqësitë e Zotit apo e thash për egon tim? Dhe ky është besimtar i zgjuar, thot profeti alayhis salam, dhe njeri i dobët, besimtar i dobët, njeri që lëshon veten përballë mëkateve, përballë dëshirave, përballë tekave të egos ti dhe thot, do më fali Zoti, dhe vazhdon jeton me mos kokçarje, duke mos ju bindur Zotit, duke mos adhuruar Allahun Azza wa Jall, duke mos i çuar në vend detyrimet e Zotit dhe jeton në mes të haramit të ndaluaras që Zoti e ka bërë ndaluar dhe thot në fund, po hajt se Zoti do na fali, Zoti është i mëshirshëm. Pra njeriu që është besimtar i vetëdijshëm nuk jeton me mos kokçarje, por jeton me vetë llogari, jeton me vetë dije plot përballë çdo pune që ai bën në jetën e kësaj bote kalimtare. Ai i peshon çdo gjë para se të peshohen ditën e llogarisë tek Allahu Azza wa Jall. Tregon Abdullah ibn Omeri, thot, isha një ditë me profetin alayhis salam dhe erdhi njëri prej ensarëve dhe e pyeti profetin alayhis salam se cili ishte besimtari më i mirë. Dhe profeti alayhis salam i tha, besimtari më i mirë është ai që ka moralin më të mirë, pra ai që posedon moralin më të lartë. Dhe e pyeti, cili është besimtari më i zgjuar, i tha profetit alayhis salam. Profeti alayhis salam i tha, besimtari më i zgjuar është ai që e përmend më shumë të vdekjen dhe që përgatitet në formën më të mirë për përballjen me vdekjen. Ky është besimtari më i zgjuar, tha profeti alayhis salam. Është shumë domethënëse që njeriu përballë çdo gjëje që i ndodh jetë të fajsoj veten e tij dhe të kujtoj vetes vazhdimisht që është qenie e përkohshme, që një ditë do të largohesh, që të gjithë ato imagjinata që ti ke në mendjen tënde, që unë do të bëj këtë, do të arrij atë, do të grumbulloj kaq, do të mbledh edhe kaq, edhe do të jap kaq. Sa llogari që ne i bëjmë në jetën e kësaj bote, tek puna, tek biznesi, tek pasuria jonë për fëmijët tanë, sa plane. Por vallë, ai bëjmë llogaritë që ne në çdo moment mund të largohemi nga kjo botë, mund të përballemi me vdekjen dhe ai jemi gati. Besimtari më i zgjuar është ai që e përmend më shumë ti vdekjen, tha profeti alayhis salam, dhe ai që përgatitet në formën më të mirë për vdekjen. Pa ky është besimtari i zgjuar, që këtë llogari nuk e ndan nga hesapi i tij. Që këtë llogari nuk e ndan, siç mendon me njësh e me shpirt për pasurinë tënde, për të ardhmen e fëmijës tënd, po për vetë të ardhmen tënde që të pret kiameti i vogël, që është vdekja e gjithë secili prej nesh, ai është kiameti jonë. Vdekja, largimi jonë i përhershëm nga kjo botë kalimtare dhe nis rrugtimi ynë i përhershëm në një dimension tjetër, siç e ka zgjedhur Allahu, që ne do ta përjetojmë, duam apo nuk duam, e besojmë apo nuk e besojmë. Prandaj tha Omeri radhiyallahu anhu, tha, peshoni punët tuaja, i bëni llogarit mirë para se t'ju a bëjnë llogarit, tha Omeri radhiyallahu anhu. Sot ne kemi mundësinë të bëjmë punë, të bëjmë llogari, dhe kur të largohemi nga kjo botë nuk kemi mundësi të punojmë, por vetëm se do t'japim llogari për atë që punuam në këtë botë të përkohshme.
Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O ju që keni besuar, friksojeni Zotit. Pra friksojeni Zotit me mënyrën se si po jetoni tani. Reflektoni, pendohuni, mos e humni kurse si. Shpresën nga mëshira, nga falja e Allahut azza wa jall, çfarë do lloj mëkatit ke bërë në jetën tënde. Largohu nga shoqëria e keqe. Largohu nga ata njerëz që të largojnë nga Zoti. Largohu nga haramet, nga gjërat që Zoti ka bërë ndaluara. Largohu nga bixhozi. Largohu nga idhujtaria. Largohu nga alkooli. Largohu nga loret e fatit. Largohu nga shenjat e horoskopit, sepse të çorodisin. Por ktheu me sinqeritet me gjitha ato mëkate që ti ke, ktheu tek Zoti, tek Allahu azza wa jall. Pra, është momenti që ti kur je ndar këtë vetëm, kur ke heq dorë nga gjithë shokët, nga gjithë miqtë që ti pandej që janë gjëja më e shtrenjtë. Në fakt ata do të lënë një ditë. Do të lënë një ditë, ka një interes sot, nesër do të kenë një interes tjetër, dhe çdo kush në këtë botë të lë në balë sepse i tillë është njeriu. Në momentin që ti largohesh nga kjo botë, çdo kush të lë në balë, dhe ti je vetëm për vetëm me qefinin tënd dhe me asgjë tjetër. Prandaj ti friksohesh Zotit, të pendohesh në mënyrën se si ke jetuar, pendohesh tek ai dhe të rinisësh tashmë një jetë të re dhe shikojeni çfarë ju pret për të nesërmen, që është vdekja, thot Allahu azza wa jall, dhe përsëri thot, friksojeni Zotit. Pra të rreq vëmendjen, friksojeni Zotit për çfarë? Për mënyrën se si ju po jetoni në jetën e kësaj bote kalimtare. Çdo kush ka mundësi të rregullojë diçka në jetën e tij, që nga unë i pari në gjithë secili. Ka mundësi të rregullojë dhe nuk ka shprehje më të çuditshme për një musliman kur thotë që unë kështu jam dhe unë nuk ndryshoj. Çdo kush ndryshon. Çdo kush bën mëkate, çdo kush duhet të reflektojë herë pas here në mënyrën se si ai jeton dhe duhet të rregullojë raportin e tij mëspari me Zotin, me prindërit e tij. Pa pse ja thash të fjalë babës, nënës, me bashortën e tij. Çdo gjë ai duhet ta speshoj, ti bëj një vetë llogari para si ti bëhet llogaria në absolute ditën e gjykimit. Dhe ai që i bën që në të botë llogari, padyshim që do t'i lehtësohet barra kur ai largohet nga bota e përkohshme dhe të nisë llogaridhënia ditën e gjykimit. Ai që e bën këtë gjë pjesë të jetës, thot Hasan el Basri, pa njeriu do të vazhdojë të jetojë në mirësi përderisa ai vazhdimisht e qorton veten e tij, vazhdimisht i kërkon llogari vetes dhe më së pari ai gjithmonë këshillon egon e tij. Njeriu përderisa vazhdon të ecë në këtë rrugë që këshillon veten e tij më së pari dhe qorton veten e tij më së pari, njeriu do të jetë mirësi. Kur njeriu e humb sfidën e tij, kur ai harron veten e tij, kur harron mëkatet e tij, kur harron mënyrën se si ai po jeton përballë Zotit, përballë familjes, prindërve, përballë bashortës, përballë prindërve, përballë punës, përballë shoqërisë. Kur ai harron veten e tij dhe fillon me mëkatet e tjera, aty fillon njeriu shembet dal nga dal. Shembet dal nga dal. Jeta e tij zhytet, bota e tij shpirtërore nxihet, bëhet e errët, ku njeriu fillon dhe flet për mëkatet e tjerëve, flet për mënyrën si jetojnë tjerët, shiko filani ka bërë gabim, shiko çfarë bëri, si e tha, është veshur kështu, bën këtë punë, bën atë punë tjetër dhe harron veten e tij. Ku njeriu harron veten e tij, ai ka humbur qen këtë botë. Dhe humbja e tij do të jetë më e madhe kur ai të largohet nga kjo botë e përkohshme. Prandaj friksojeni Zotit, thot Allahu azza wa jall, dhe dijeni mirë, nguliteni mirë në kokë që Zoti di çdo gjë, është i informuar për çdo gjë që ju bëni, madje edhe për çdo mendim që ju keni në kokë. Allahu azza wa jall e di më së miri këtë gjë. Dhe kjo metodë që të qortosh veten është një metodë që Allahu azza wa jall betohet për këtë gjë. La uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama. Pasha ditën e kiametit, thot Allahu azza wa jall, dhe pasha atë shpirt, pasha atë ego që është qortuese ndaj vetes së saj. Allahu betohet për atë njeri, për atë ego që ajo e qorton veten e saj. Pse e bëra këtë gjë? Të namaz vallë pse e fala? Sot në xhami pse erdha? Të dhikër që po bëj, këtë agjërim, të sadaka që dhash, vallë pse e dhash? Ai dhash për hir të Zotit apo e dhash që njerëzit të thonë sa i devotshëm me filan? Dhe njeriu këtë gjë do ta bëj vazhdimisht në jetën e tij. Selefu salit parë tan çdo natë kur ishin vetëm në mbrëmje, s'kishin askënd pranë, fillonin mëngjes u zgjodhan këto orë, ai kanë fal sabahun, po e kanë falur. Pse e fala? Si e fala? Si e mora abdesin? Pse shkova në xhami?
A shkova në xhami apo nuk shkova në xhami? Pse shkova? Çdo imsi që ata kishin bërë, çdo gjë dhe atje ku dyshonin që atë punë nuk e kishin bërë për hir të Zotit, pendoheshin me sinqeritet, pendoheshin për mëkatet e tyre dhe kështu e kalonin gjithë jetën e tyre, nuk kishin vend. Njeriu që i sheh mëkatet e tij si male para syve të tij, nuk ka mundësi të shohë mëkatet e njerëzve që janë pas maleve të mëkateve të tij. Njeriu sheh malet e tij dhe njeriu duhet të zhduk Putin idhullin e tij që është brenda në thellësinë e gjithë secilit prej nesh, ku ai uni e sulmon njeriu në çdo mënyrë, duke e vaditur e uhitur shejtani njeriu, dikush ka famën, dikush ka pasurinë, dikush ka atë dobësinë që të ketë sa më shumë para, të vishur sa më bukur, të ketë çdo gjë më të mirë se gjithë njerëzit e tjerë, të mburret, është mburradhec, është mendjemar. Shejtani duke përdorur egon e gjithë secilit prej nesh e godet gjithë secilin prej nesh në pikat e tij më të dobta. E godet dhe kjo është një sulm i vazhdueshëm deri ditën që njeriu do t'i mbyllë syt për një herë, shejtani duke përdorur egon dhe gjitha mekanizmat që e lidhin njeriu me egon e tij. Dhe çdo problem që ndodh sot në shoqëri, në shtete, në familje brenda ndodh për një faktor të vetëm, si pasojë e egos së njeriu. Egoja duhet edukuar, duhet lidhur fort me Zotin e gjithësisë dhe duhet ekuilibruar, të mbahet në kontroll si duke i bërë vetë llogari vazhdimisht, duke e sulmuar. Kur ajo thotë bëje këtë gjë për të dukur, ti sulmoje atë, kundërshtoje atë, duke u mbështetur tek Allahu Azza wa Jall, duke u mbështetur sepse Zoti e do atë njeri që kritikon veten e tij vazhdimisht. Dhe mos harrojmë njeriu e humb betejën më të dhimbshme, më të ashpër është betejë me egon e tij. Problemet që ndodhin me rinin, pse ndodhin? Unë jam më i forti, unë jam më i bukuri, shikoj, kam telefonin e fundit, pse zgjidhet rinia sot? Unë jam më i, shkoj në palestër, kam trup, kam fizik të madh, kam prindrit në këtë poste, kam pasuri, kam të makinë t'i ske, ndodh bullizimi, pse ndodh? Ene khairun minhu. Problemi që iblisi i mallkuar Allahu e nxorri nga mëshira e tij. Pse e nxorri? Nuk i shkoi në shenjë respekti Ademit alayhis salam dhe i tha, si ti shkoi në sejdë Ademit, kur Allah i urdhëroi të gjithë ëngjëjt shkuan në sejdë përveç iblisit. Aba wastakbara. Thot, refuzoi të bindet urdhrit të Zotit. Pse? Duke u treguar mendje madhe, çfarë tha? Ana khairun minhu. Dhe ky është thelbi i çdo problemi në gjithë jetën e çdo kujt prej nesh. Në çdo problem që na ndodh, këtu është i gjithë thelbi i çdo gjëje. Sepse ne themi thell ato idhullin, ato putat që janë ngulitur në brendin ton, i themi vetes ton ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se ty. Se fëmia, se bashorti, se prindi, se shoku, se miku, sepse thell në egon tënd ti thua vetes unë jam më i mirë se ty. Ana khairun minhu, tha shejtani i mallkuar dhe Zoti e dëboi, sepse tha unë jam më i mirë se Ademi, sepse unë jam krijuar prej zjarrit dhe ai është krijuar prej balshte. Dhe thell tu është i gjithë thelbi i gjithë problemeve që ndodhin në jetën tonë reale. Asgjë tjetër më shumë. Kur ti përballesh me probleme, ktheu tek egoja jote, mbylli syt dhe kundërshtoje egon tënde. Bëje këtë luftë, bëje të vazhdueshme dhe para se të veprosh çdo gjë, thuaj këtë gjë pse e bëra? Pse po e bëj? Pse e thash këtë fjalë? Pse po e hedh këtë hap? Çdo kush e di përgjigjen kur ai fillon dhe kritikon veten dhe harron të tjerët. E ç'më duhet? Mua do të thoj besimtari në çfarë bën tjetri. Ajo që duhet të interesoj gjithë secili prej nesh është vetja ime. Çfarë do të bëhet me mua kur unë të largohem nga kjo botë e përkohshme? Atëherë ke një armik që është egoja e gjithë secilit prej nesh, siç tha profeti alayhis salam, pas u kthye nga një betejë. I tha shokëve të tij, pasi kishte përfunduar betejë, i tha, e lam xhihadin e vogël dhe jemi tani tashmë ballë për ballë me xhihadin e madh. I thanë, oj dërguar i Zotit, çfarë është xhihadi i madh? Nuk është të luftojmë me armikun që po na sulmon vendin, fen ton. Jo, i thot profeti. Xhihadi i madh, lufta e madhe është të luftosh me egon tënde. Luftosh me veten tënde, në mënyrën se si ti jeton, se si ti i qasesh problemeve, marrëdhënieve ndërnjerëzore. Kjo është pikërisht problemi më thelbësor në jetën tonë. Dhe kur ti në zemrën tënde ke burmosur dashurinë për këtë botë, lakmin për të pasur sa më shumë
fam, pasuri, lavdi, mburrje, krenari për familjen tënde, për pasurinë tënde, aq probleme do të kesh njëkohësisht në shpirtin tënd dhe egon tënde. Kur ti fillon dhe pastron zemrën tënde, ajo hapet ndaj madhështisë Zotit, dhe kur ti heq dorën nga lakmia e kësaj bote, dhe kthehesh me gjithë qenën tënde tek madhështia e Allahut Azza wa Jall, ti sheh që në fakt asgjë tjetër nuk pas ka vlerë, vetëm se madhështia e Allahut Azza wa Jall. Dhe i gjithë rrugtimi i gjithë secili për nesh që përjeton në Ramazan, që në një muaj agjërojmë dhe vim falim çdo ditë në xhami, pse ndjehemi më këndshëm, ndjehemi më të qetë, më të lumtur? Kemi ai dorë nga shumë gjëra që ne i bëjmë vazhdimisht në jetën tonë, nga ushimet, nga pijet, nga disa gjëra tjera, dhe këtë gjë e bëjmë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, dhe në fund çfarë marrim? Kënaqësi shpirtërore. Pse? Sepse heqim, e sulmojmë egon ton, heqim dorë nga ato gjëra që ne i duam shumë, dhe kur heqim dorë nga ato gjëra që ne i duam shumë, në fakt lëm vend për madhin Allah, atëherë fillon dhe njeriu ndjen kënaqësinë që në këtë botë përkohshme. Prandaj kjo është lufta më e përbetuar e gjithë secilit prej nesh. Prandaj qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka fituar ai njeriu që e pastron egon e tij, veten e tij, dhe ka humbur ai njeriu që egon e tij e ka mbushur me punë të liga, me punë të errta, dhe ka hyrë në një botë të errët, dhe është shumë e vështirë të dalë nga ajo botë e errët, vetëm atë që mëshiron Allahu Azza wa Jall. Prandaj hiq dorën nga shoqëria e keqe, largohu nga gjërat që Zoti ka bërë ndaluara, theu më sa mundesh tek Allahu Azza wa Jall, dhe ke për të parë që ajo është shoqëria më e mirë që ti ta adurosh Allahun Azza wa Jall. Kjo është një luftë aq e përbetuar, që Omeri radhiyallahu anhu, edhe pse ishte i përgëzuar me xhenet, një sahabi shok i profetit alayhis salam, kur ai ishte halifja i gjithë muslimanëve, e qortonte veten e tij në publik. Dhe i thoshte: ku bëret ti Omer që dje ishte një çoban, ishte një bari dhe sot je bëri pari burri i këtij shtetit të madh. Ai e qortonte veten e tij publik. Sepse ai këtë gjë nuk e bënte thjesht si një formalitet, por e kishte pjesë të karakterit. Dhe kjo gjë e bëri Omerin që të përgëzohet me xhenet që në të botë. Nuk e bëri thjesht ashpërsia që njerëzit mendojnë që ai ishte i ashpër. Ai ishte i drejtë, e kritikonte veten e tij më shumëti. Ky ishte karakteri i vërtet i Omerit radhiyallahu anhu. Profeti alayhis salam lutej për këtë betejë kaq të egër, që është betejë me egon, lufta me egon ton që është thellë, e mbushur, e ngulitur, e rrënjosur në thellësitë të shpirtit ton. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. O Zot, jepi devotshmërinë egos time. Ruaje ato nga mëkatet, nga gjunahet, jepi devotshmërinë që të ndjejmë madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe pastroje egon time, i thot profeti alayhis salam. Ti je ai që pastron më së miri egon time. Shikoni modestinë e një profeti që ai kishte fituar betejën me shejtanin, me egon e tij. Ai përsëri lutet Zotit: o Zot, pastroje ti egon time, sepse ti je ai që pastron më së miri. Anta waliyuha wa maulaha. Ti je miku më i mirë i egos time. Vetëm ti mund ta mbash në kontroll. Dhe ti je pronari i vërtet i egos time, lutej profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të largojmë lakmin për këtë botë. Ai njeriu që ka synim lakmin e kësaj bote, pasurinë e kësaj bote, thot profeti alayhis salam, Allahu do t'ia shpërndajë çështjen e tij, do t'ia shpërndajë jetën e tij, do t'i japë sikletën në gjithë mënyrat. Dhe po shikosh njerëz tillë që janë dhënë pas pasurisë, pas lekut, janë njerëz të allakatur, njerëz që nuk dinë çfarë është qetësia, njerëz që harrojnë familjen, shoqërinë, harrojnë Zotin, harrojnë të vinë në xhami, harrojnë namazin. Dhe Zoti ka për t'i dhënë ai shumë shqetësime, thot profeti alayhis salam, kur ata kanë dëshirën primare në jetë, kanë pasurinë e kësaj bote. Sikur do të jetojnë në përjetësim këtë botë. Dhe Zoti jep aq shqetësime, aq sa ata dëshira kanë për lakminë e kësaj bote, dhe në fund kanë për të marrë nga kjo botë vetëm atë që Zoti ka caktuar për ta. Dhe ai njeriu që ka si synim jetën e përtejme, pra kur përballet me vdekjen dhe çfarë pret pas vdekjes, Allahu Azza wa Jall do t'ja nënshtrojë botën, dynjan, do t'ja mbledh të gjitha çështjet, do t'ja grumbullojë të gjitha punët, hallet, pa i ka ndor Zoti punët, hallet e tua kur ti ke si synim adhurimin e Zotit dhe çfarë pret pas vdekjes, dhe jeton në vetë kontroll, në vetë llogari,
dhe Zoti ka për t'ia dhënë dynjan të nënshtruar, dhe ai do të marrë nga dynjaja vetëm atë që ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Prandaj çdo kush të reflektojë në veten e tij, nga unë i pari dhe gjithë secili për nesh që të rregulloj raportin me Zotin, me prindrit, me bashkëshortet tona, me familjet tona, me fëmijët, me farëfisin ton. Çdo marrëdhënien ton ta marrim, ta peshojmë një herë, ta baraspeshojmë pse po e bëj këtë gjë, pse e kam bërë këtë gjë. Deri sot si kam jetuar dhe si duhet jetoj, si është standardi që jep feja e Zotit, standardi i jetës profetit alayhis salam, cili është dhe unë si duhet të jetoj pikërisht sot, të ndryshosh, të reflektosh. Pra të synosh kënaqësinë e Zotit, edhe sikur të i dërohen të gjithë njerëzit dhe asnjëherë mos syno kënaqësinë e gjithë njerëzve dhe në fund ke arritur i dërimin e Zotit. Ajo që ne synojmë është kënaqësia e Allahut Azza wa Jall, sepse njerëzit asnjëherë nuk kënaqen me ty çfarëdo që ti të bësh. Dhe ai që kënaqet me ty është vetëm Zoti i gjithësisë. E lutim Allahun Azza wa Jall që t'i pastroj egot tona, sepse ai është që i pastron më së miri, ai është miku i egove tona dhe ai është pronari i vërtet i vetes tonë dhe i çdo gjëje që ne kemi. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na falë, që të na mëshiroj, që t'i pastroj mëkatet tona. Ai është falësi i vërtet, është i gjithë mëshirshëm. E lutim Allahun Azza wa Jall që të largohemi nga kjo botë me besim, duke adhuruar Allahun Azza wa Jall dhe duke na vendosur Allahu në xhenetin e tij.